nderuar teleshikues të Albanian American TV, ja ku po takohemi për herë të parë në një cikël televiziv ku do të debatojmë lidhur me ngjarjet mjaft të rëndësishme që po e karakterizojnë Kosovën. Ato janë zgjedhjet që janë paraparë me datën 8 qershor. Për bisedë në studio sot kam të ftuar zotëri Nazmi Hoxhën, piktor. Mirë se erdhe. Zotri Bayram Doka, antari Akademisë Shqiptare Amerikane. Mirë se erdhe, zotri Bayram. Dhe profesor Haxhi Berishën. Mirë se erdhe, zotri Haxhi. Mirë se erdhe. Po ashtu në linjë të drejtë për drejtë do të qasemi me ministrin në largim të diasporës së Kosovës, zotri Ibrahim Makollin, dhe me zëdhënësin e policisë së Republikës së Kosovës, zotri Baki Kelani, njashtu edhe me zëdhënës redaktorin e të përditshme zëri, zotri Lavdim Hamiti. Për fillim do të kisha dashur që të nalësha tek profesor Berisha. Profesor Berisha po shohim për çdo ditë se në Kosovë jo zyrtarisht, po de facto ka fillu një lloj fushate parazgjedhore. Si shifet kjo hap që ndërmarr? Spari do ju falenderoj për hyrjen në studion e juaj, edhe për pjesëmarrjen në këtë emision, që është shumë i qelluar. Unë mendoj se është shumë i qelluar për fol këtu. Për arsye se ky është vërtet që nuk jena personalisht aty, domethënë fizikisht nuk jena, po me media dhe me këto tjera që ndëgjojnë për çdo ditë. Këtu kanë filluar domethënë zgjedhjet kanë filluar para kohë, para që të thotë për shembull se ata thonë që vetëm 5 ditë para zgjedhjeve do të bëhet, kurse këta kanë filluar qysh me para se të fillon thonë që të fillon për shembull prisha apo shkatrimi i qeverisë, kështu që ata kanë filluar më herë me një farë forie, thonë ashtu, që kush po dali pari. Çdo një parti, nuk është vetëm një, po të gjithë. Kështu që unë mendoj se ata është një gabim, domethënë politik, sa unë mendoj ashtu. Se unë kam parë edhe zgjedhje të tjera, kam parë këtu për shembull, kam marrë pjesë vetë në disa zgjedhje këtu për shtetin e New Yorkit. Kam qenë shumë i angazhuar edhe në qeverinë amerikane. Kështu që kur nuk kena guxuar atë ta bëjmë, se ajo është kundër ligjit. Ajo kundër ligjit e di më dhe se ndëshkohesh me ligj. Kështu që unë mendoj se këtu pra zgjedhje që janë ka bërë për shembull partitë politike përgjithësi, unë mendoj se nuk janë qëllim i mirë për Konstitutën e Kosovës, sa është jashtë Konstitutës, sa unë e kam lexuar një pjesë të Konstitutës. Kështu që unë mendoj që ata të paktën që lanë një shprestir, bëhen përpara, domethënë kur është koha e caktuar, jo jashtë ligjit. E kështu nuk mund domethënë është kundërshtim me ligjin, është kundërshtim me Konstitutën, por tek ne është tjetëri jena s'kena praktik politika në fill, sikur shtetet tjera. Nuk ta çeke vetëm Amerika, po edhe Evropa. Kështu që ne kena dalë për një, e di më pas lufte është bërë shumë gjëra që nuk kena dashur me po. Po janë bërë me dëshirë pa dëshirë. Kështu që unë mendoj këtu zgjedhje do të kanë një farë karakter më të mirë se sa përpara, se është jena mësuar me politikat e vjetra, kështu që kena fillu bashkohem me Evropën, të ngjojmë edhe të hujt, kështu që kena marrë një edukat, thonë kështu, europiane, apo bashkohore. Kështu që këta duhet ta ndërpresin, por zakonisht ata nuk e ndërpresin edhe përsi ne thojmë kështu. Domethënë ajo është puna e tyre që ne unë i pari. Unë mendoj që
za shohim tash si sa do të zgjat kjo. Si do të rrjedhin Po. Këto ngjarje, po. Zoti Hoxha, pra po them të njëjta pyetje, ky është një avaz duket që jo vetëm në Kosovë, po në Shqipëri, prishja e kodit zgjedhor, kisha me thonë të subjekteve politike që po dalin. Si do ta komentosh ti këtë veprë? Unë jam dakord me librin tim që foli ku bëni krahasim me Amerikën, po ca vende që nuk kanë provu demokraci, pranohen disa shkelja, kupton. Duket sikur zgjedhjet e parakoshme janë, do të thotë, nuk po shkon diçka mirë. Dhe mënyra se si shpathin shqiptarët zgjedhjet e parakoshme, se si bëjnë propagandën, tregon që ne nuk kemi nivelin e duhur, kupton, se ne s'kemi provu demokraci në kohët moderne, kemi provu diktatura të ndryshme. Dhe edhe bota sikur e fal këtë, e fal. Po është për shqiptar. Po ty është në ambiente të publikuara në kulturë, dhe futet një njeri i rëndom dhe bën një gest, policia e fal. A kupton? Me duket sikur dhe ne po na falin shumë. Domethënë, do me na edukojnë. Unë kam idenë që Amerika kryesisht po na mëson me qenë patriotë, e kupton. Ne flasim për patriotizëm, duke se këta thonë patriotizmi ka një shenjë tjetër, ka një portret tjetër, dhe ne po shkojmë drejt asaj. Domethënë patriotizmi dhe mënyra, këto zgjedhje tregojnë që do të shkojmë te patriotizmi, sigurisht do të shkojmë te patriotizmi. Po çfarë patriotizmi? Tu është marifeti, ky është patriotizmi ma human. Ti je patriot human është diçka krejt tjetër. Do të shkosh në mënyrë instinktive tek ajo që e ndrojnë shqiptarët e bashkimi. Po bashkimi nuk vjen kur duam ne. Bashkimi vjen atë kur ne nuk e mendojmë se erdhi, a kupton. Dhe këto zgjedhjet janë edukata, janë klasa, ka ditë klasash. Falë se po dal nga tema tash, po ka trumpeta në Shqipëri për patriotizmin, dalin ca figura, edhe shuhen me njerë. Edhe në opinionin tim, që kuptohet jam kosovar prej Gjakove, ku ta marr bashkimin, po nuk bëhet atëri kur ti e don. Çdo e bukur vjen atëri kur nuk e mendon, e kupton. Nëse evolucioni gradual, njerëzor, një ditë do ta shikosh vendin në lirë, e kupton. Po jo ta kërkosh në dhunë. Unë dal me ato thënjat legjendare që mos e ndiq lumturinë se atje mbrapa, po që tikën. Kështu që më duket sikur janë artifice politike, zgjedhjet parakoshme përfundimisht janë zgjedhje që ka alarm brenda, e kupton. Gjërat nuk shkojnë drejt. Domethënë, njerëzit e zgjedhur për të drejtuar një vend, nuk po marr shembull e Shqipërisë, nuk janë njerëzit e duhur. Domethënë, nuk janë njerëz që, si më thon, janë elaboruar dhe kanë arritur aty ku duhet. Po janë njerëz caktuar, bëj këtë, ngecën rrugë dhe marroj s'ke karburant, s'es makina. Populli do lëvizje, populli gjithmonë do lëvizje. Populli është për ndryshime. Politikanët e mirë e përshpejtojnë, politikanët e këqij e avashtojnë, e kthejnë mbrapa. Dhe ne politika duhet ta ndërpres, na i patën të njëjtën situatë që kaloi Shqipëria në zgjedhje të përgjithshme. Premtime ishte erdhi ndryshim, erdhi erë e re, siç mund ta themi, po fatkeqësisht duket që është i njëjti model, i njëjta gjë është duke ndodhur. A si do ta shesh me këto zgjedhje që pret Kosovën tash? A do të jetë? Unë them të drejtën, i dashur Blerim, kam shumë mik, edhe për ty, domethënë, kam edhe një arsye që vjetë për të thënë. Edhe miqtë e mi, Bajramin e kam mik tjetër, zotnin e njoh. Janë të dëshme këto rotacione, pa tjetër, domethënë, por është problemi se mos t'jenë truke. Domethënë, nëse rotacion të ndryshojnë, ne jemi tifoza futbolli, një trajner humb 3 nesh e largohet, se turprohet para 3 miliard njerëzve. Ne ti jesh i sigurt që edhe politikanët dalin para 3 miliardë, se fjala shkon anë këtej. Ta nuk e çajnë kokën fare, domethënë nuk zbarnë as nuk skuqen. Është turp i madh.
Varfëri ekstreme. Shqipëria është vendi më i varfër në botë, në vendin më të pasur në botë, dhe me njerëzit më të zgjuar që mund të ketë në botë. Është një popull mbret, nuk është një popull turp. Shqipërinë dhe Kosovën, si duket, është një univers. E drejton, ta them një fjalë, ta them një fjalë. Populli është mbret atje. Popujt e tjerë kanë mbret në Korea dhe drejtojnë shumë mirë, kurse ne popullin e kemi mbret. S'dim ta drejtojmë. Çudia më e madhe, universi më i çuditshëm në botë. Kështu që figurat që largohen poshtë lart nuk janë figurat të adaptuara për atë lloj populli, apo gjëna.